Mjeku çudit botën, zgjeni 3 gjethe dafine çdo mbrëmje dhe nuk do të vuani kurrë nga ky problem. Dafina është përdorur nga para artësit tanë për të përgatitur dizinfektues ose sapunëra të ndryshëm, edhe për të trajtuar një sër komplikacionesh. Qytetrimet e lashta e përdorin dafinën për të trajtuar gjithashtu edhe problemet e mushkërive. Duke renditur përfitimet e saj ushqyese, do të merrni gjithashtu ndikimin e saj pozitiv në organizëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në ditët e sotme, gjethet e dafinës japin rezultate fantastike në lehtësimin e komplikacioneve dhe parandalimin e shqetësimeve tuaja. Ato mund të përdoren për detoksifikim në procesin e plakjes, në përshpejtimin e shërimit të organizmit, në mbrojtjen nga infeksionet, mbrojtjen kundër luhatjeve të sheqerit, përmirëson shëndetin e zemrës, redukton inflamacionin, rregullon frymëmarrjen, përmirëson tretjen, lehtëson dhimbjet e reumatizmës, lufton bronkitjen dhe parandalon shumë komplikacione të organizmit. Gjethet e dafinës vinë me prejardhje nga latinishtja që do të thotë Laurus nobilis, vendlindja e të cilës është mes dheu. Kjo bimë hyjnore është e pasur me vitaminën C, vitaminën B, vitaminën A. Kjo e fundit është një antioksidant shumë i rëndësishëm ushqyes në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Dafina ka në përmbajtjet e saj element të mirë ushqyes që mund t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit tuaj. Nëse e përdorni atë vazhdimisht në dietën tuaj, përgatituni të merrni ndikimet e saj pozitive në parandalimin e komplikacioneve dhe në rritjen e rezistencës së shëndetit. Në këtë video, sipas Healthline, do të rëndisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i dafinës. Dafina është e mirë për sistemin tretës. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik që ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtja organike e gjethetve të dafinës i ndihmon ato gjithashtu edhe në eliminimin e problemeve të tretjes, qetëson stomakun e trazuar dhe përmirëson gjithashtu shëndetin tuaj të zorëve. Ndaj përdorimet të tilla të saj janë fantastike edhe kundër komplikacioneve të sistemit tretës. Dafina është e mirë për frymëmarrjen. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar në problemet me frymëmarrjen. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zjeni ujin me dafinë dhe të shfrytëzoni avullin, që do të lehtësojë dhe do të eliminojë bakteriet e dëmshme që gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi i vajit të dafinës u ndalohet gjithashtu grave shtatzana. Dafina është e mirë për shëndetin e flokëve. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbokthin, atëherë dafina mund të jetë një zgjidhje lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Lagni ato me ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin gjithashtu edhe problemet e lëkurës. Ndaj përdorimet të tilla të saj mund të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Dafina ka efekte të mira lehtësuese kundër problemeve inflamatore. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe do të reduktojnë gjithashtu edhe problemet e inflamacioneve në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre element të njohur të cilët reduktojnë irritimet në zonat e caktuara që mund të jenë të prekura kryesisht edhe nga artriti. Dafina është një bimë shumë e mirë që mund të ofrojë përfitime fantastike në shëndetin e zemrës. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutin, dy prej elementeve që i japin forcë zemrës. Rutina forcon kapilarët e gjakut, ndërsa ajo mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë kundër problemeve të kolesterolit. Ajo parandalon edhe problemet e radikaleve të lira në trup. Konsumi i fuqishëm i antioksidantëve që gjendet tek dafina do të mbrojë organizmin kundër problemeve të radikaleve të lira. Këto përbërës do të parandalojnë gjithashtu edhe mutacione të tilla dhe mund të ofrojnë një mbrojtje më efektive të shëndetit tuaj. Dafina është një bimë fantastike që mund t'japë rezultate të mira
edhe në betejën kundër ankthit ose stresit të vazhdueshëm. Dafina ka efekte lehtësuese, çliruese dhe qetësuese. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtje të tyre lineol, një element që ul hormonet e stresit që i japin organizmit dëmtime. Ndaj gjethet e dafinës mund të ndihmojnë në qetësimin e momenteve stresuese, siç është ankthi i lartë dhe problemet e ngjashme. Përdorime të tilla të dafinës do të jenë gjithashtu mjaft efektive në lehtësimin e problemeve të ankthit dhe të stresit. Vaj ulliri me gjethe dafine mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë kundër problemit të variqeve në këmbët tuaja, ndaj përdorimet të tilla të saj mund të japin gjithashtu rezultate shumë të fuqishme. Përbërësit që u duhen në përgatitjen e kësaj recete janë 60 gram gjethe dafine të njoma ose edhe ato të thata. Ju duhet gjithashtu 500 ml ose 2 gota me vaj ulliri. Mund të shtoni rozmarin për një aromë më të mirë. Pasi merrni të gjitha përbërësit, filloni me përgatitjen e kësaj recete. Së pari, coptëzoni dhe shtypni gjethet e dafinës, hidhini ato në kavanoz prej qelçi dhe i mbuloni gjithashtu me vaj ulliri. Mbylleni kapakun fort dhe lini në një vend të errët dhe të freskët për të paktën 14 ditë. Her pas here, tundeni kavanozin dhe gjithashtu lejoni që të përzjehet në mënyrë të njëtrajtshme. Pas 2 javësh shkulloni lëngun dhe përdorni atë sipas nevojës suaj. Dafina është një bimë fantastike që mund të japë përfitime shumë të mira në mbrojtjen e shëndetit. Për sa kohë ajo përdoret me kujdes dhe në format e saj të këshilluara nga eksperti, vlerat që do të merrni do të jenë fantastike edhe për shëndetin tuaj. Gjethet e dafinës janë fantastike për organizmin. Ato janë në përdorur në mënyra të ndryshme dhe ndikimin që japin organizmit e bëjnë atë një prej përzgjedhjeve më të mira në lehtësimin e komplikacioneve dhe mbajtjen larg të dëmtimeve të shëndetit. Përgatitni këtë recetë me gjethe dafine dhe gjithashtu rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike. Dafina është e mirë për sistemin tretës. Gjethet e dafinës kanë në element të saj edhe produkte të cilat ndihmojnë në sistemin tretës duke nxitur urinimin dhe si rjedhoj, duke ulur kështu nivelin e toksinave në trupin tuaj. Dafina do të stimulojë të vjellat në rastet se mund të jeni helmuar nga ushqimi. Ndaj përdorimet të tilla të saj do të japin rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Dafina është një bimë që mund të japë shumë edhe për shëndetin tuaj të frymëmarrjes. Vaji i gjetheve të dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin, për të lehtësuar gjithashtu problemet e frymëmarrjes dhe për të dhënë rezultate konkrete pozitive kundër këtyre shqetësimeve. Dafina mund të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të flokut. Nëse dëshironi të keni flok të shëndetshëm, të evitoni gjithashtu problemet e zbokthit ose dobësinë e madhe të tyre, përdorimet të tilla të dafinës mund të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit tuaj të flokut dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Për sa kohë e përdorni me kujdes dhe në masën e rekomanduar, dafina do të kthehet në një element të favorshëm në shëndetin tuaj. Dafina është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Gjethet e dafinës përmbajnë acid kafeik dhe rutin, 2 substanca që përmirësojnë kështu shëndetin e zemrës dhe japin gjithashtu rezultate konkrete pozitive në çdo aspekt të tij. Dafina është një bimë që mund të japë përfitime edhe kundër problemeve të ankthit dhe të stresit. Dafina ka element të mirë qetësues që mund të mbajnë larg komplikacione dhe të rrisin gjithashtu shëndetin tuaj. Së bashku me trumzën borzilokun, dafina ka në përmbajtje të saj lineol, një substancë e cila ul hormonet e stresit nga organizmi. Hormonet e stresit që çlirojnë në një periudhë afatgjatë janë të dëmshme dhe mund të krijojnë gjithashtu probleme në trupin tuaj. Ndaj, përdorimet të tilla të gjetheve të dafinës do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Përdoreni ato si duhet në dietën tuaj ditore dhe përgatituni të merrni ndikimet pozitive në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.